Përshëndetje të gjithjuve adhurues të televizionit Syri. Kësaj të martës, që njëkohësisht është edhe martja fundit për këtë vit kalendarik, ne do të flasim për gruan. Do të flasim për atë që është bërë në Asamblenë Komunale të Gjakovës. Do të përpiqemi të elaborojmë të gjitha diskutimet, replikat, ato të cilat janë bërë pothuajse një herë në muaj në Asamblenë Komunale të Gjakovës, por edhe komisionet të përbashkëta kohë pas kohe. Diku është ngritur zëri, diku është bërë një polemike jashtëzakonshme, dikush ka qëndruar i heshtur, dikush s'ka lexuar fare, por çfarë në të vërtetë është bërë në Asamblenë Komunale gjatë vitit 2022, ne do të flasim dhe do të bashkëbisedojmë me të ftuarën e ditës së sotme, zonjën Arbonesha Kuqi, e cila është kryesuese e Asamblesë Komunale në Gjakovë. Mirë se erdhët dhe faleminderit që u bët pjesë e programit tonë. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën, Eldita. Por e kthena mas një vitin këtë ambient bukur të televizionit Syri për të diskutuar, bashkëbiseduar me ju për punën e vjeçare të Kuvendit të Komunës së Gjakovës. Faleminderit. Një grua në krye të një detyre kogja të rëndësishme. Karaktere të ndryshme në përbërjen e Asamblesë Komunale u bën nga zgjedhjet e fundit, dolën në pa emra të rinj, por edhe ata që ishin paraprakisht, dhe gjithçka varej nga një menaxhim i suksesshëm i punës së një gruaje. Ju e morët me shumë dashuri këtë profesion, edhe pse ishte diçka e re për ju, si shkoi procedura? E kishte vështirë Asambleja të kuptonte se në krye të një detyre është një grua e cila do të di të mbajë rend edhe atëherë kur ka zhurmë? Në fakt, për mua ishte përgjegjësi e madhe, po njëkohësisht edhe privilegj. Gjakova për herë të parë ka një kryesuese grua, një grua në krye të Kuvendit, si organi më i lartë i një komune. Dhe fillimisht në 2-3 seancet e para, me që unë nuk isha shumë e njohur për njerëz të politikës, asamblejistët që vishin ka prej atyre që janë në mandatin e 2, 3, 4. Ndërkohë, fillimisht jo e lehtë për mua, po pastaj edhe unë edhe këshilltarët komunale kuptuan që një grua mund t'ja del edhe mund të ketë sukses, edhe një grua mund të jetë vendimarrëse në këtë rast në kuptimin e menaxhimit të një seance që jo e lehtë, me që kemi shumë figura të subjekteve të ndryshme politike dhe normalisht që politika bërë të veten, tendencat për me pasqyru gjendjen e subjekteve tyre, po edhe me godit në kuptimin e kritikave e pushtetin aktual, jo e lehtë, po e menaxhueshme, besoj që ja kom dalë. Pavarësisht që ju vinit nga një subjekt politik, në ulsen e kryesuesës së Kuvendit do duhej të ishit e paanshëm, në mënyrë që të mbani të gjitha diskutimet ashtu siç i kërkojnë ligjet në fuqi dhe rregullorët të cilat i kishin përpara. Sa mendoni se u punua ndershëm përgjatë këtyre 12 muajve? Unë mendoj që është punu shumë ndershëm. Po flas për pozitën e kryesuesës, po edhe të Kuvendit. Kuvendi i Komunës Gjakovës dhe gjitha kuvendet nivel Kosovës ka një plan të punës, të cilën e hartojmë paraprakisht për vitin që do të vjen. Ndërkohë ne kemi me datë 28 mbledhjen e fundit të Kuvendit dhe me këtë mbledhje plani i punës që hartohet në harmoni me të gjithë shifat e grupeve të subjekteve politike që janë në kuadër të Kuvendit, është realizu pothuajse 100%. Sa implementohet pastaj nga ekzekutivi, rekomandimet ose këshillat që vijnë ose vendimet që miratohen nga Kuvendi, pastaj e mbetet për të pa nga puna e ekzekutivit. Por në janar, unë për te obligimit ligjor, është risi për Kuvendit që do ta pasqyroj për memorje të këshilltarëve, po edhe për transparencë karshi qytetarëve të Komunës së Gjakovës, do ta pasqyroj një raport pune të vitit që e lam, të vitit 2023,
të detajuar, të specifikuar për se cilin vendim, për se cilin punë që është bën kuadër të Kuvendit të Komunës së Gjakovës. Ato vendimet të cilat u morën për gjatë këtyre muajve, natyrisht do të kërkojnë edhe zbatueshmëri dhe secili prej tyre ka rëndësinë vet me që Asamblea ka pa të arsyeshme t'i votoj dhe t'u jap dritën jeshile të gjitha vendimeve për komunitetin tonë përgjithsisht. A mendoni se u anashkalua ndonjë vendimi, u i dha prioritet ndonjë vendimi tjetër, pa specifikuar cilat prej tyre? Nuk mendoj. Jo. Kanë obligim ligjor që t'i zbatojnë gjitha vendimet që mirën në Kuvendin e Komunës së Gjakovës. Sa janë të ligjshme, normalisht që Kuvendi e ka edhe një organ mbikëqyrë që është në këtë rast Ministria e Pushtetit Lokal për vendimet që i merr Komuna e Gjakovës, kështu që pothuajse gjitha vendimet zbatohen. Unë vi nga subjekti i Partisë Demokratike të Kosovës, nga një koalicion i dalur pas zgjedhjeve të fundit, që realisht, se të Meta Borç pa thonë që sa kom qenë e pranueshme për subjekte tjera. Partia Demokratike në zgjedhjet e fundit e ka mbështet në koalicion partinë që është në pushtet. Por unë kom qenë e pranueshme fakti që gjitha subjekte tjera, ose me thënë më mirë, vetëvendosja në këtë rast ka qenë një ndër parti që na ka kërku me qenë në koalicion, që do të thotë në cilin do që këshin fitu, normalisht që PDK-ja u konë ajo që i ka dhonë shtytje. E po, jem e pranueshme, sepse kisha qenë e pranueshme edhe nëse ata kishin fitu, sepse pa ne në këtë rast, si bartës e listës edhe si subjekt, nuk kishin mujtë pash kollaj me i fitu zgjedhjet, kështu që po, besoj jem e pranueshme për dy parë. E patën të vështirë këta asamblistët e kësaj legislature, të dy gjinive që të kuptonin që një grua di të thot mbaroj koha juaj, s'keni të drejtë, është koha tjetër e kështu me radhë. E kanë kuptu. E kanë kuptu. Sanë se në 2/3 e kanë kuptu për te një gruje në balë të Kuvendit, e kanë kuptu që një gru është edhe vendimarse. Gjakova ka gra me shumë potencial në kuptimin e intelektit, në kuptimin e menaxhimit, kështu që s'ka që është ndonë ndryshe që një gru prej Gjakovës mes me qenë edhe vendimarse dhe me menaxhu suksesshëm një kuvend. Përvoja ime 15 vjeçare e menaxhimit, normalisht që është harmonizu në kuptimin edhe të familjarizimit tim me procedurat, me që unë vi për i sektorit për vete, thash edhe njerë. Proceduralisht, mu ka dasht një kohë e shkurt për mu informu, pavarësisht që administrata Kuvendit janë në dispozicion gjithmonë shërbys civil në kuadër të Kuvendit Komunës Gjakovës, por që e ka pa shpejt në kuptimin e punës edhe ja dola dhe kemi bo goxha progres. Në bazë të raporteve paraprake, Kuvendi në këtë rast, në këtë vit, ka bo shumë punë, ka kriju shumë komisione, ka shty shumë iniciativa për para që ndoshta nuk jenë bu ma herët. Në fillim të konstituimit, ishin disa zhurma të vogla nëse është mbështetur sa duhet ligjet në fuqi kur është fjala për barazin gjinore. Por si duket pastaj u rahatuan të gjitha komisionet. Juve ju njohim si një shtytse të këtyre situatave që ku do të ketë edhe prezencë të fjalës së gruas. Fillimisht e kam obligim si grua, pastaj është misionimi me i përkra dhe me mbështet gratë, ato gra që nuk kanë zë, sa unë edhe tel dita dhe shumë gra tjera. Jam aty për to, do t'i mbështes në ku do që jam. Në këtë rast, me gjitha takimet që i kom pas, gjatë vitit, me forumet ndryshme, me organizatat ndryshme të grave, e kanë dirtë hapon edhe kam kërku për i tëne mos me më kursy në iniciativat, idetë, rekomandimet që mund vinë prej grave të Komunës së Gjakovës. Në fillim, po, dzeshme sepse burrat, këtë rast kish zëra që prit kryesuese se na ki ludh me përfaqësimin e grave në kuptim. Edhe me humor, po që nuk është shape. Asnjë komision që gjithsej deri tani janë kriju 9 komisione në kuadër të Kuvendit, 2 janë obligative, obligim ligjore, që është Komiteti për Politikë dhe Financa. Aty domosdoshmërisht, sepse kthehet nga ministria me njerë. Po, e vërtet. Ndërkohë, në komisione tjera, në këtë legislatur kemi 3 komisione, nëse nuk gaboj, sepse do t'ju informoj edhe në raportin me shkrim
edhe do t'jetë publike edhe për media edhe për qytetarët, po edhe neve faqet Komunës Gjakovës. Dhe janë 2-3 komisione që janë të përfaqësuar nga burrat. Që do të thotë një ndër komisionet që është shumë i rëndësishëm në këtë aspekt është i përfaqësuar Komisioni për Barazi Gjinore e udhëheq një burr, i opozitës. Mirë, pozita dhe opozita gjithmonë në secilën legjislaturë kanë rolet e veta. Kushtimisht populli e thot opozita duhet të bëj rolin e zhurmëtarit, pozita të arsyetimit e kështu me radhë. Nuk është që nuk kemi pa në seanca tona të përmuajshme që kanë qenë në Asamblenë Komunale edhe zhurmë mes pozitës dhe opozitës. Sa vlerësoni nëse ato kanë qenë retorikë nga njerë, apo kanë qenë të argumentuara mbi gjuhën argumentuese? Me thënë drejtën, po, është mision ose është detyre opozitës me kritiku në kuptimin e mirë, në kuptimin konstruktiv. Po jo gjithçka është zi, dhe gjithçka duhet me pa bardhëzit, duhet kolorit me i dhonë nga njëherë, debati me qenë konstruktiv, jo me qenë zëshëm vetëm për kritika, normalisht që jemi edhe njerëz, po dhe se cili institucion mund të gabon që po ai mund të shpërndahet, por që unë kërkoj që me qenë ma konstruktive. Ndërkohë, sa i përket debatit ose fjalorit parlamentar, deri tani, për një vit, sa jem në krye të kuvendit, ndoj që ka qenë shumë, në kuptimin e mirë, shumë konstruktiv, në kuptimin që mos të shohen në fyrje dhe në linqime ose në personalet të cili do individ. Këta nuk e lejoj, këta ja u kombo me dje këtë mënyrë të komunikimit edhe këshilltarëve komunal që në krye të kuvendit me mu, nuk do të lejoj ose nuk do të shoj pene, kuptimin që mos me fy ndonjërin, po të flasin e gjuhën e argumenteve dhe gjuhën e fakteve. Opozita është vërtet që e ka atë detyrë, po nga njëherë edhe një rekomandim, një ide e tyre që vjen për të mirën e qytetarëve, ku është interesi i përgjithshëm, është e mirëseardhme për pushtetin. Dhe më thëmë, gjithmonë jeni përpjekur, ju si bartës e thjesht kryesorja në një asamble, që të merrni parasysh se cilin vendim të opozitës, nëse është në të mirë të komunitetit tonë, pavarësisht nëse pozita e ka arsyetuar, jo në baza faktike, se kjo nuk mund t'jetë. Po ka shumë se shpesh këto jenë vrejt këto fërkimet mes pozitës dhe opozitës. Është normale, jemi në demokraci. Shumë mirë që ekziston opozita. Po ka shumë iniciativa që kanë ardhur prej opozitës, nga rekomandimet e tyre që unë i kom implementuar dhe i kom shtyr përpara. Një ndër to është edhe ndryshimi rregullores kuvendit, që në start marrjes pozitës, ka ardhur ideja me plotësu ndryshu rregulloren e kuvendit nga opozita dhe po. Kemi kryu komisionin, nësë plotësu është ndryshu edhe në bazë të rekomandimeve të tyre. Dhe këto duhet me i thanë edhe opozita, që jo gjithmonë me pa një defekt cili do, po me qenë ma konstruktive. Kjo është ideja që, kur është interesi përgjithshëm, jo gjithmonë duhet mu kritiku vetëm për pojena politike. Unë s'jam pro këti zhvillimi, të shpresoj që do të shkojnë mirë. Realisht, këtë vit, unë konsideroj që është vit i suksesshëm për kuvendin e Komunës së Gjakovës, edhe për shkak të realizimeve të objektiva, strategjinë që kemi pas për vitin 2022, po dhe për shkak të komunikimit edhe bashkëpunimit ndër partijak në kuptimin e gjitha subjekteve, po pa diskutim janë të përfshirë. Asnjë komision në kuvendin e Komunës së Gjakovës, që ka dalë prej kuvendit edhe si ide dhe si rekomandim, nuk është i pa përfshin opozita në këtë rast, që është gjë e bukur. Gjithë përfshirja për mua është rezultati suksesit e një pune ose një procesi. Ishin aktiv të gjithë asamblistët, dolën në foltore të gjithë për të arsyetuar. Mduket nga njëherë sikur disa prej tyre më të zëshëm ishin në fushat. Zëri tyre kumbonte, do ta përkrahim këtë, do ta bëjmë këtë, do ta bëjmë atë, dhe unë nuk i pash të gjithë në atë foltore duke arsyetuar ato kërkesat të tyre.
Ndryshon Eldita. Ndryshon pozicioni, rahatia, komoditeti që ta jep si asamblest, a kalon kjo periudhë? Është e vërtet. Kisha kërku me qenë më aktiv. Tu e pa dhe moshën që përfaqëson asambleja, që janë një numër i madh i këshilltarëve komunale, dhe në moshë të re, po dhe janë për herë të parë. Kisha dash me pa një entuziazëm, një energji, një frymë tjetër në kuptimin edhe të pasqyrimit ose të përfaqësimit të problematikave që i ka qytetari, se fundja prej qytetarëve janë aty. Jemi aty, fakt. Shpresoj që vitin tjetër, deri tani për këtë vit, jo, më thënë drejtën nuk kom pa në entuziazëm në të përgjithshme, nëse flasim përqindje, një përqindje shumë e vogël e këshilltarëve komunal që janë aktiv. Ndërkohë bëhet shumë zhurmë në krimin e komisioneve, shumë zhurmë në fushat, pastaj kur vjen faza tjetër që me qenë aktiv edhe me kry punën mirë në komisione, t'lem për të dëshiruar. Për shembull te proces verbalet e secilës seancë të kaluar, a nuk mundet secili prej tyre të jep një mendim lidhur me atë, por shpesh i shohim të heshtun, kalojnë proces verbalet pa u shfletuar si duhet në disa prej tyre, dhe kjo në një farë formë neve si audiencë, si shikues, si qytetar, nga shtëpitë tona kur i shohim na bëjnë skeptik nëse është më meritori aty. Në fakt, foltoria nuk është veç për kritika. Foltoria është edhe për ide, edhe për rekomandime, edhe një mendim ndryshe, po kur është kritika konstruktive, unë jam e sigurt që edhe unë si kryesuese, po edhe kryetari Gjini do ta merr si kritikë konstruktive, kur është në interesin e përgjithshëm gjithmonë. Pa tendenca, pa nuanca. Sepse na kemi pas shpesh edhe me gjuhën e trupit, edhe gjuha e trupit flet nga një herë. Jo secili prej tyre ka guxuar të flas, por gjuha e trupit e ka përçuçat informat e të cilën na ka sjell neve në ekranet tona. Dhe nuk është mirë që një grua ose një burr ta përqesh dikë përmes gjuhës së trupit përderisa ai po flet në foltore diçka. E kjo ka qenë evidente, e kemi pa disa herë. Tash ju mediat e keni fokusin ndryshe, keni disa kamerë. Unë nuk i kam kontroll gjithë, gutin sepse fokusona në fjalimin ose në deklaratën edhe mbarvajtjen e një seance, por nuk është dhe mirë, në fakt. Dëgjo, neve ka mujt rejtë që kemi miratu edhe kodin e etik të kuvendit, që për herë parë kuvendi komunës së Gjakovës, komuna e Gjakovës, e ka në zbatueshmëri dhe po ka fillu me u zbatu. Ndërkohë, në bashkëbisedim me asambleistat, në këshilltarët komunal në këtë rast, unë ju kom bo me dije që do t'jem strikt në respektimin e kodit së etikës, ku hin edhe pjesa e përçmimit ose nënçmimit ose e fyrjes, po dhe mënyra e komunikimit edhe fjalori edhe veshja që është shumë rëndësi për një zyrtar të lartë një organi që është kuvendi i komunës së Gjakovës. Se je përfaqësuesi kryesor gjithsesi. Nesha, shumë ngjarje ndodhen gjatë këtij viti. Duke qenë femër, na prekin edhe rastet të cilat ndodhen me gratë tona, kur është fjala dhuna në familje, kur është fjala vrasjet, dhe përmbyllim vitin me bukur disa ngjarje të dhimbshme që ndodhen gjatë këtij viti kalendarik. Fatmirësisht roli i organizatave jo qeveritare ishte në pozicionin e duhur. Ato mblodhen, mbajtën disa të ashtu quajtura proteste, takime me qytetare, kështu me radhë. Megjithatë, unë nuk i pash këto gratë asambliste tona, që na mblodhen neve si gra në një nga takimet e tyre, dhe të na flasin më shumë se cili është pozicioni i tyre për të mbrojtur dinjitetin e gruas tonë. A nuk u deshën që të bashkohen më shumë vetëm, të na thrasin neve dhe të diskutojnë me hallet tona? Besoj salla ka qenë e lirë për to. Si gazetar dhe si media e shihni për një prizme tjetër aktivizmin e grave në Asambleja Komunale e Gjakovës, në këtë mandat ka 13 gra, sipas kuotës gjinore. E vërtet, të e pasën në krye të kuvendit një gru, unë, kështë të thëmë ka njëherë me humor, shfrytëzone pozitën e kuvendit të qenë një gru në krye. Të flasësh për gruan në fushat, ta kesh kauzën e gruas gjithmonë
në deklaratat tua, qoftë politike, qoftë publike, dhe mos të bësh asgjë për gruan, është e dëmshme. Le të shërbej si shembull për vitet pasuse, për shkak se bazuar në statistika dhuna në familje shënon rritje, dhe kur gratë tona i ftohen nga institucionet, ato shumë më të fuqishme ndihen se na ka ftu pikrisht një grua e cila është në pozitë që do të bëj diçka për mua, edhe ajo besoj që nuk e refuzon një takim të kësaj natyre. Ju ishit të zëshëm, ishte procesi i këshillave zgjedhor në për fshatra dhe në për lagje, gjithsesi bashkësi lokale. Sa herë kam ardhur aty ju kam pa edhe ju përgëzoj për atë thjesht tendencën tuaj të vazhdueshme që një grua të jetë në krye të një këshilli zgjedhor në cilin do lokalitet. Megjithatë nuk ndodhi ashtu. Prap shoqëria maskiliste edhe e pranishme aty në sallë, edhe zgjodhi prap një mashkull, nëse zgaboj vetëm në një rast e kemi një grua në një fshat, që kishte me qenë shumë e mirë të kemi edhe në fshatra tjera. Pse ndodhi që përkundër përpjekjeve të vazhdueshme prap zgjidheshin meshkuj? Tashti këto janë procese, obligime ligjore që ne duhet me i kry, si që janë këshillat lokale në nivel të komunës së Gjakovës. Pastaj kemi pas dëgjimet publike, që unë i kom marrë personalisht përsipër me i lëviz, me i ndryshu, na duhet kohë, na fat gjate, po me i lëviz, po, kemi arrit me i lëviz. Një kryesuese bashkë me komisionin në dëgjime publike, bashkë me KPF-n, sepse këto organizohen dëgjimet publike për vitin fiskal, që do të vjenë organizohen nga Kuvendi. T'lem për të dëshiruar për shkak të stereotipeve gjinore, është një situatë, është një gjendje, është një mentalitet që na e dim që shëndran, po me fillu prej me jenë këtë rast e më vazhdu, pastaj cila do që vjen në krye të Kuvendit. Kjo është e bukra që ka ndodhur tash. Ndërkohë të këshillat lokale, po prap të stereotipet gjinore, prap mendësia patriarkale, sidomos në vizet rurale, është goxha e theksune. Një grua në rrugovë, një vajzë e re, është zgjedhur me vetë propozim. Unë e vlerësoj shumë për guximin që e ka pas, edhe të shpresojmë që për krajën time edhe të Kuvendit e ka pa diskutim, të shpresoj që nuk do të ndalet, të shpresoj që mos kthehet mbrapa me guximin që e ka marrë me qenë në krye të një bashkie lokale siç është Rrugova. Sa është bërë, ose sa keni qenë të angazhuar që asamblistët përgjithsisht të mbajnë takime ose thjesht seminare, punime të ndryshme, tryeza, për punën e tyre në mënyrë që secilën herë të fitojnë një perfeksionalizëm në punën e tyre, sepse një asamblist besoj që nuk ndalet me një mandat, ai kërkon prap votën në mandatin tjetër, dhe secilën herë duhet vi me diçka të re, duhet vi me një pasqyrë tjetër të profesionalizmit të tij ose përgatitjes profesionale. A u trajnuan, a patët nevojë? Në fakt kemi pas shumë oferta, na kanë ofruar edhe organizatat e huaja për zhvillimin, për aftësitë e tyre, sidomos për këshilltarët komunal që janë për herë të parë në kuadër të komunës së Gjakovës. Ndërkohë, sa kanë qenë aktiv, një numër shumë i vogël i tyre, sepse puna, fushata, fillon si të kryen zgjedhjet. Edhe ti si asamblist, si këshilltar komunal në këtë rast, duhet me pas një platformë tonë, një strategji, një vizion, një mision që kur vinë zgjedhjet tjera me dalë para qytetarëve, prap me një kauz, me një platformë tonë, një realizim që ti ke mujt me bo gjatë 4 viteve. Nuk po e shoh me thënë drejtën, po shpresoj që është viti i parë edhe do të aktivizohen më shumë. Kisha dashur me pa asamblen me shumë ma entuziazëm, edhe me pas mendim ndryshe, edhe me pas mendim personal, pa u ndiku shumë nga subjekti prej ka vjen. Sidomos kur është interesi përgjithshëm, kur është një temë që prek direkt mirëqenien e qytetarëve ose i prek qytetarët, fundja për që ata janë, sepse asambleja nuk është vend pune, aty është zoj qytetarëve, qytetarit të dërgon, pastaj ose të penalizon në fund të zgjedhjeve. Ka mendim kritik në asamblen tonë komunale? Funksionon të menduarit kritik?
Funksionon, por që unë mendoj që është edhe i përzirë. I përzirë në kuptimin që nuancat politike nuk zbehen asnjëherë. Kisha dashur me pas, po, mendim kritik, po konstruktiv. Konstruktiv, kuptohet. Ajo është të menduarit pa kritik, ndiku shumë, të qëtesh pa indikuar. E di që prej politikës vinë, i kuptoj rrethanat, i kuptoj. Por jo gjithmonë, unë them shpesh që po, edhe politika duhet të ketë pak moral. Kisha dashur me pas pak moral në politikë. Të mos jetë ajo ana moralit vetëm gjatë kohës së zgjedhjeve, gjatë fushatës, sepse ajo është poenta kryesore që e thith votën e qytetarit, e pastaj duhen 4 vite deri në një reflektim tjetër të qytetarit të një vote të caktuar. Kështu që është një rrugtim që ka edhe ato vështërsitë e veta. Po të them kështu nesh nga miqësia që kemi, pa dashur të ndihesh keq, po ju një nën, një grua përkushtuar, profesionistën në punën tuaj, prapë në pozita vendimarrëse. T'ju bëj me dia atyre grave, që nëse do, të gjitha mund t'i bësh. Të marrin kohë këto familja, pozita, sepse shpesh duke qenë në pozita zyrtare si qeni ju, jo gjithmonë është orari i përcaktuar kur përfundon orari i punës. Nganjëherë janë takime, siç ishin këshillat zgjedhore që ishin shumë vonë edhe një ditë të plota merr. Kur dëni më rinë gjitha, mjafton mos me të mungu vullneti. Unë jam goxha pro sloganit që institucioni më rëndësishëm i një njeriu është familja. Po, ndoshta fizikisht jam pak më e lirë tani, sepse fëmijët janë rritë dhe janë në studime, por që nuk lo mbrapa absolut as gjashka, i duhet një familje prej një gruaje. Që në fund ditës, neve jemi anvisët, jemi kuzhinierët e familjes, për te i pozitave që bartim. Kështu që po, ja dalë. Ja dalin, kur ajo i gjitha gratë që nëse dojnë, po ja dalin e vështirë, normalisht, po kur e bon me dëshire, me pasjen, normalisht që ju kemi po edhe ato angazhimet me Vlora Qitaku, nëse nuk gaboj, ato trajnimet të cilat ju kanë pregatitur më shumë. Për çfarë bëj fjalë konkretisht? Ka qenë një program ENDI-t, në këtë rast i OSAID-it, që kanë bërë për zgjedhjen e grave në vendimarrje në nivel të Kosovës, dhe ato e kanë po të arsyeshme që gratë në vendimarrje, sidomos gratë e reja në vendimarrje, në kuptimin e moshës, po që në kuptimin politik, i kam përzgjedh gratë mentoret, programi ka qenë kështu, me mentoru një mentore që ka një përvojë, një bagazh politik, profesional, menaxherial, unë kom pas fatin me pas Vlora Qitakun, të cilën e kanë caktuar NDI-t, dhe për 6 muaj, neve kemi shkëmby intenzive, një trajnim intenziv, po gjithmonë në mbikëqyrje në NDI-t, kom pas fatin me pas Vlora Qitakun, e cila më ka monitoru, më ka këshillu, më ka orientu. Çfarë ka plotësuar aty? Te kalimin e sfidave, krijimin e urave në kuptimin e bashkëpunimit, sidomos me subjekte tjera që janë në kuadër të Kovendit, dhe më kanë shërby jashtëzakonisht shumë, se po këtë e kom shtinë përdërim edhe në komunën e Gjakovës. Kom qenë unë, nëse s'ka boj, dikush tjetër s'ka qenë prej komunës Gjakovës. Dhe kanë qenë disa kryesuese dhe nënkryetarët nivel Kosovës. Në nivel Kosovës si qëndron pjesëmarrja e grave në pozita vendimarrëse, sidomos kjo si e juaja? Janë Partia Demokratike e Kosovës, prinë në këtë drejtim, ka 5 kryesuese që përfaqësojnë e mirë, qenë ka diçka e mirë. Është Mitrovica, Prizreni, Gjakova, Vushtria, dhe Skënderaj. Ju juve njëkohësisht duke qenë edhe të një subjekti politik edhe të shkëmbeni informata lidhur me problemet. Natyrisht asamblej nuk e kanë të njëjtë përbërjen e asamblesë, por zhurmën mund ta kenë të njëjtë. Zhurmën rregulloren e kanë të njëjtë. Dhe kërkesat i kanë të njëjta, sepse në gjitha komunat e Gjakovës janë përfaqësuar në subjekte të ndryshme. Janë 2 nënkryetare, 5 kryesuese, 2 nënkryetare nga Partia Demokratike e Kosovës, që janë pjesë e strukturave të larta ose pjesë e një pozicioni vendimarrës.
Kjo është e bukur sepse Partia Demokratike e Kosovës ka dalë me një platformë të re në kuadër të organizimit një konference që tani e tutje në strukturat e Partisë Demokratike nuk do të ketë kuotë gjinore, po do të ketë përfaqësim 50-50, duke filluar nga në ndega dhe në nivel qendror. Në një tavolinë do të ulen gjithë së bashku. Nuk do të ketë forume të ndara të grave dhe të ndara të burrave. Po do të jenë kështu, si unë edhe ti, front on front, gruaja, burri me një tavolinë. Sa po bëni përpjekje, tash kaloi ky vit, por vitin e ardhshëm, që të mbizotroj një klimë pozitive, pavarësisht që faktit që shpesh disa vendime mbesin në duart të meshkujve, por janë pikërisht duart e grave ato të cilat do të ndryshojnë këto vendime ose do të rrisin besimin në zbatueshmëri. Kjo tashmë po shihet. Të fillu prej Kuvendit Komunës Gjakovës, që është komplet një frym, një energji e re, një tolerancë në kuptimin e bindjeve politike, të qeni gruën e kryet të Kuvendit. Po besoj që do të rritet kjo frym, sepse në fund ditës qytetarët e Komunës Gjakovës ka nevojë me pa një frym bashkëpunuese, një frym tolerante, një frym që e përqen edhe një mesazh të mirë, edhe të fëmijët tanë, edhe të gjithë qytetarët e Komunës Gjakovës ka nevojë me pa një frym konstruktive, frym bashkëpunuese, një gjuhë që në fund ditës, kur edhe fëmijët tanë shohin atë emision, thonë sa mirë, i inkurajojmë që të mirën edhe të bëhen pjesë e proceseve politike edhe e ardhmja jonë që është rinia në këtë rast. Nganjëherë një mbledhje asambleje është si një klasë, ku ka të zhurmshëm, ka të heshtur, ka njerëz të cilët presin të ngacmojnë e kështu me radhë. Dhe juve është dashur të luani rolin e atij për të thjesht menaxherit brenda atij ambienti. Çfarë të është dashur të përsërisësh vazhdimisht dhe nuk e kanë dëgjuar? Rregulloren. Kryesorja Qenka. Rregulloren, sepse për mua është kushtetuta. Në atë pozicion për mua është dhe kam kërku edhe në vazhdimsi, sa që ka njëherë kështu edhe me humor, bëjmë kryesuese se e dim punën e rregullores, po ka nevojë mjau ripotencu, mjau ritheksu që nuk e lejon rregullorja të kjo dispozit të kynen. Për temat ndryshme kryesisht, ose kur dalin ka njëherë për teme, se kur po, rregulloria duhet, ajo është ma e shpeshta që duhet një përsërit. Kur del nga tema, humb kohë, rikthehesh prap, harrohet ajo që u thënë paraprakisht, dhe në një farë formë mund të bëhet një gabim. Kohës. Është respektuar si duhet? Në një mas të madhe, po, është respektuar, edhe pse shumë shpesh ja u rikujtoj. Me mikrofon të ndalur kanë vazhduar të flasin. Po. Tashti, jo gjithmonë është strikt, po që kam tolerancë. Kur është një temë, një përmbajtje të mirë, gjithmonë kur është interesi qytetarëve, kur është një temë në interesin e përgjithshëm, edhe bëj tolerancë. Nga ato 13 gra asambliste, do dalë pikrish këtu të gruaja, se thash në fillim të emisionit, sot do të flasim për gruan. Nga ato 13 gra, çfarë do doje ti të kishe më shumë të to? Aktive. Gjurmshme. Kryesuesen e kanë. Mrapa në çdo iniciativë të tyre. E kanë në dispozicion komplet ambientin dhe zyret edhe logjistiken edhe gjithçka që ofron Kuvendi Komunës së Gjakovës. Këtë vit nuk kam pa shumë aktivizëm. Shpresoj që vitet e tjera ose vitin e ardhshëm do të jenë më aktive. Nuk mjafton veç dalësh në foltore dhe të flasësh për gruan në kuptimin si term, po pres veprime konkrete. Veprimet konkrete janë ato që ti nga njëherë nuk ki nevojë të flasësh për kauzën e gruas. Me veprime mjafton. Pikat e rendit të ditës shpesh edhe ta diktojnë kohën sa do zgjas seanca. Janë disa pika më të nxehta, mund t'i quaj ndonjë seancë ka përfunduar shumë shpejt, ndonjë seancë ka zgjatur deri në orët e pasditës.
pauzat nga njëherë kanë qenë 30 minuta, nga njëherë 60, edhe kështu në një farforme është krijuar një kohë gjatë deri në përfundimin e një seance. A ka ndonjë rregullore se sa duhet të zgjas një seancë apo është e lidhur me pikat e rendit të ditës? Nuk ka kufizime. Kështu ndodh edhe në parlament, gjithsesi. Paka shumë janë të njëjta, po nuk ka kufizime kohore sa do të zgjatë, varësisht prej pyetjeve, varësisht prej temave. Për shembull, kemi me datë 28 kemi mbledhjen e fundit të Kuvendit për vitin 2022 dhe kemi shumë pika në renditës. Normalisht varësisht qysh unë e shoh mbarvajtjen e procesit mbledhjes edhe e bëj shkurtimin ose pauzën ose menaxhimin sa ma korrekt të Kuvendit. Kemi nevojë për pauza kur ka shumë pika. Kemi nevojë kanjëherë për shkputje ose për ndalesë të punës Kuvendit për diskutime mes subjekteve politike për tema të caktuara, po në përgjithësi është shumë mirë mbarvajtja deri tani, shumë mirë ka shku, nuk është që kemi pas ndonjë ndërprerje që me vazhdu të nesër me një. Po me takimet me qytetarë të cilat janë sipas rregulloreve që duhet të zbatohen, pse nuk po duken qytetarët aty në sallë kur mbahen? Pse nuk janë më të shpeshtë? A është mungesa informacioni deri te qytetari? A është diçka që tjetër është ka e ndalon qytetarin më ardhë në sallë? Me thënë drejtën, unë jam befasu me pjesëmarrjen e pakt të mangët të qytetarëve, sidomos në 2 takime me qytetarët që janë obligime ligjore. Ndërkohë, nëpër kafene janë shumë të zhurmshëm. Nëpër diskutime familjare janë shumë të zhurmshëm dhe është tema aktuale pothuajse politika, fatkeqësisht që nuk ish dashur mendos, po flas për familjen time sepse veç unë mirna me politike dhe nuk diskutohet fare politika në familje. Po flas në përgjithësi, me që jemi vend i vogël edhe njihem edhe paka shumë e dijem edhe çysh funksionon edhe mënyra të komunikumit. Po, qytetarët e komunës Gjakovës e kanë mundësinë minimalisht 2 herë në vit më ardh me adresu te kryetarit, te kryesuesja, të gjithë drejtorët që i kanë përballë, çdo brenge, halli, problematike që i kanë mundësit përballë. Jo gjithmonë duhet me kritiku pushtetin ose kryetarin ose kryesuesën nëpërmes rrjeteve sociale. Po flas për ata që janë ndikues ose ata që mirën me rrjetet sociale, sepse unë nuk jam aktive dhe nuk është që i marr seriozisht rrjetet sociale, sidomos kur janë personale që janë të paverifikuar si zyrtare. Për shembull, koha e teknologjisë është ajo e cila shpesh quhet edhe si shekulli i promovimit të vetvetes në një farforme. Kemi pa një rrjet social që ka bërë kohë pas kohe me fotografi të asamblistit, sa një lloj sondazhi, sa e vlerësoni X asamblistin, X asamblistën e kështu me radhë. Dhe qytetari aty thot 10, 10, 10, 10. I njëjti qytetar që po thuti në kafene ndoshta thot diçka tjetër. Asamblisti që e ka fotografinë e vet aty e pëlqen atë 10-shën, dikush tjetër e sheh se nuk është për atë 10-shë aty. Domethënë kemi mjaft dilema për punën e këtyre njerëzve. Tash, nuk e marr shumë seriozisht. Rrjetet sociale, sidomos faqet që janë krijuar prej njerëzve anonim, ose që kanë tendenca ose anime për një subjekt politik, nuk e marr. Unë i marr seriozisht forumet, institucionet, ambientet ku janë serioze kur diskutohet. Aty ku nxjerrin konkluzione, kur diskutohet realisht edhe kur ka transparencë, edhe kur dihet kur ka emër mbi emër. Ndërkohë rrjetet sociale. Cila do të ishte ajo porosia juaj për gratë? Çfarë do duhet bëjnë ato për veten, të kërkojnë për veten në vitin e ardhshëm? Në çdo fund vit, para se të fillojmë te ajo porosia, ti personalisht, çka nxorre prej kësaj eksperiencë përgjatë një viti në mënyrë që ta plasosh tek të tjerët në vitin e ardhshëm? Çka nxorra eksperiencë e re për mua në fushën e shërbimit publik, përkundër faktit që unë bëhem gati 25 vite që kontribuoj sidomos për gratë në shoqëri përmes
pozicioneve tjera, jo përmes pozicionit politik, por që eksperiencë e jashtëzakonshme sfiduse. Po besoj që i kom të i kalu si start, kjo është veç fillimi, ndërkohë që ka kërkoj prej grave, me pas shumë besim në veten. Me pas guxim, dhe mës më demotivu asnjëherë në asnjë mënyrë, për kundër faktit që kjo shoqëni është goxha shoqëni toksike në kuptimin e paragjykimit grus, por që mës më ndiku. Absolut, mës me këti kryt mrapa heq. A nevojitet kohë deri në një moment si që jeni ju tani që nuk i kthehni këtyre? Mendoj që forcën se cili njëri, po me që jemi për të folë për gratë, e gjenë brenda vetës. Nësi referohemi institucioneve të përgjithshme në komunën e Gjakovës, kemi gra aktive, e dim këtë, po kemi gra në pozita vendimarrëse aq sa duhet në komunën tonë? Në përqindje, nëse flasim përqindje, jemi 40%, ndërkohë a ka nevojë hala? Po, ka nevojë, sepse prezenca e grus, korrekcia e grus, si qenje, e brishemi, si qenje që njihemi tani që aferat e mëdha korruptive ose janë shumë më të minimizune kur një gru udhëheq, po kemi nevojë hala më shumë, por që Komuna Gjakovës nuk qëndron keq për faktin që ka një kryesuese gru, ka 3 drejtoresha, 8 drejtorive shumë të rëndësishme në Komunën Gjakovës gra, pastaj është edhe shefja kabinetit, në këtë rast kryetarit e Komunës së Gjakovës, një grua që unë mendoj që për vitin e parë, për këtë fillim, pe kryjm punën shkëlqyshëm. Faleminderit shumë. Ndoshta edhe një urim për këtë fundvit. Unë ju dëshiroj juve që të keni shëndetin edhe ta keni një vit të mbar, po aq sa ky, gjithmonë duke u përpjekur të realizoni që ato strategjitë juaja për 2023-ën ti e shndroni në objektiva të realizueshme. Faleminderit shumë Eldita, kënaqësi e veçantë. Mori këty edhe një herë me ju në ambientin e televizionit Syri. Po, për këtë fund vit, gjithë qytetarëve të Komunës së Gjakovës ju uroj realizim të aspiratave, të ëndrave të tyre, me mbarësi, shëndet dhe dashuri. Urime 2023. Faleminderit shumë. E me këto fjalë kaq të bukura që na i tha Nesha, ne e përmbyllim këtë diskutim të sotëm me dëshirën edhe urimin që sa më shumë gra të kemi në pozita vendimarrëse. Mirëmbëjtje.